Populli Ju lutem zini vendet, kemi rifilluar seancën. Atëherë të lutem të hap seancën. Pastaj keni drejt flisni. Seanca u ndërprer mbas një kërkese të kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Çdo kryetar grupi ka drejt të kërkojë ndërprerjen e seancës dhe siç ka ndodhur kështu do të jetë më vonë. Unë jam i detyruar patjetër që të bëj ndërprerjen e seancës. Kam verifikuar pretendimin e zotit Balla dhe zoti Flamur Noka ka përdorur fjalë jo parlamentare. Ju lutem zonja Topalli, ju lutem, unë nuk ju kam përqeshur ndonjëherë. Edhe s'kam për ta bërë kurrë. Ju lutem. Tani unë s'mund ta përsëris fjalën që u tha këtu, është në 2 herë. Sipas rregullores tërheq një vëmendje dhe ju lutem të respektoni kodin e sjelljes. Zoti Noka dhe çdo deputet tjetër. Tani më fal, çfarë është ky padurim? Po s'ka nevojë ta sqarosh. Po do sqarosh pse përdorët fjalë që janë të palejuara për të përdorur? E ka fjalori gjuhës shqipe, edhe kodi sjelljes. Ju lutem, ka mundësi të vijojmë. Tani ka dhe 8 kërkesa ose 9 kërkesa për procedurë. Ka dhe kërkesa për... Ta mbaroj fjalën, zoti Noka, ta mbaroj fjalën se nuk jam duke mohuar të drejtën e askujt për të folur. Thjesht po ju njoftoj, po ju informoj se ku jemi. Jemi te pika që duhet të votojmë, të dëgjojmë një folës pro dhe një folës kundër, lidhur me propozimin apo me kërkesën e paraqitur me shkres nga grupi parlamentar, unë nuk e kuptoj këtë padurim, Partisë Demokratike për mos futje në rendin e ditës të pikës avokatit të popullit. Keni regjistruar disa deputet nga 2 krahat kanë regjistruar kërkesën për procedurë, ka dhe kërkesë për replik nga zoti Mylyk Bashi, janë edhe zonja Topalli, janë 8 kërkesa. Ftoj kryetarët e grupeve parlamentare të mbajnë një qëndrim, i kaloj fjalën me radhë zotit Balla dhe zotit Klliçi. Ju lutem zoti Klliçi, uluni, keni fjalën mbas zotit Balla për të diskutuar se si do të vijojmë. Do të vazhdojmë me përsëritjen e të njëjtës kërkesë për procedurë, apo do të kalojmë te një folës pro, një folës kundër. Unë nuk po mohoj asgjë. Nëse kryetari i grupit parlamentar Partisë Demokratike kërkon që të respektohet radha, të flasin të gjithë procedurë, do flasin të gjithë procedurë siç e kanë kërkuar. Kështu që lutem, nuk ka asnjë arsye për të ngritur zërin. Jemi zoti Mylyk Bashi, do ta merrni fjalën me një herë. Tani po ftoj grupet parlamentare të mbas ndërprerjes së seancës të mbajnë qëndrimin e tyre për vijimin e seancës. Nuk do të thotë ndërprerje e seancës. Zoti Noka, ti e di mirë se sa e vërtetë është ajo që the. Unë isha duke folur.
Seanca është ndërprerje ku unë isha duke folur. Ta mbaroj unë, pastaj të flasi. Për mua nuk ka asnjë ndryshim, jemi në rifillim të seancës, do flasin kryetarët e grupeve parlamentare dhe më pas do flas Zoti Bylukbashi dhe zonja Topalli. Se cila është diferenca, kush flet i pari apo jo, apo i dyti, unë këtë nuk e di, po gjithsesi këtë e vendos, këtë interpretim e bën kryetari i kuvendit, referimin rregullores. Fjala për zotin Balla, më pas zoti Klliçi. Zonja dhe zotri deputet. Mendoj se shpreh vlerësimin e të gjithë deputetëve në këtë sallë se sotmja është një seancë shumë e rëndësishme. Qoftë për ju, qoftë për ne, e mbi të gjitha për gjithë shqiptarët. Në seancën e sotme ne miratojmë buxhetin e shtetit, nën për nën dhe në tërësi bashkë me paketën fiskale. Për ne, kjo është një prej çështjeve, ndoshta çështja më e rëndësishme, për shkak se dalim para popullit shqiptar me një buxhet më të madh në histori dhe me plot të mira për ata që na kanë dhënë nderin e madh i përfaqësojmë kuvend si shumicë. Me rritjen e pensioneve, me rritjen e pagave dhe me plot investime të rëndësishme. Kjo është për ne. Edhe ju në fakt sot keni një seancë të rëndësishme. Por serioziteti i forcës tuaj politike për kauzat që i lini rrugës është edhe kjo tallje që sapo bëni sot. Kemi diskutuar siç duhet ishte, lutem, ka mundësi të them edhe unë dy fjalë? Dhe kemi diskutuar se sot ka një debat të rëndësishëm për raportin e OSBE Odirit për zgjedhjet. Do ishte në nderin e forcës politike që ka kërkuar mocionin me debat, të ndaleshim dhe të gjenim një kohë të caktuar se kur të zhvillohet ky debat, që të kenë mundësi ta ndjekin qytetarët, ju në këndvështrimin tuaj, ne në këndvështrimin tonë. Po ju talleni. Ju talleni me gjithë kauzat që nisni. Talleni me kërkesën tuaj për të bërë mocion debat për zgjedhjet, për raportin e OSBE Odirit. Talleni me kandidatët. Si that, Lepur i that, po këta kush janë? Ne jemi këta. Ne jemi nën kryetari i partisë që është këtu. Ne jemi antarët e kryesisë që janë këtu. Ne kemi firmosur për këta. Edhe si tha ky, se kur të fyej ky i vetmi flamur që nuk di kur është ngritur flamuri, të fyej ky, është fundi botës. Është fundi botës. Si tha, këta tha, gjoj. Këta tha i ka bindur Ervin Saliani. Këta u ka mbushur mendjen Ervin Saliani. Edhe hallin e brendshëm të partisë tuaj, na sollu tu. Tani, të dashur qytetarë shqiptar, ti tregojmë popullit të vërtetat e mëdha të këtij procesi. Jemi 1250 ditë në shkeljet ligjit, si kuvend, 2 legjislatura, 3 proceset nisura, të tradhtuara rrugës, u çua drejtuesi sotëm i grupit parlamentar në mbledhjen e sotme dhe tha, ka një praktik, tha, se janë tërhequr firmat. Nuk është e vërtet, ashtu siç e thatë ju. Ju kur nuk e keni gjetur konsensusin mes vetes. Është 10 minuta kjo pjesa. Jo, është 3 minutë, jo 10 minuta. Është 3 minuta procedurë kryetari i grupit Partisë Socialiste dhe edhe 3 minuta zoti Klliçi. Më pas do të vijojmë me 10 minutë nëse do të bini dakord të rishni fjalët për procedurë. O kryetar, unë po marr, meqense se ju nuk e respektuat rregulloren si duhet, unë kam të drejtën të flas 10 minutat në emër të grupit parlamentar. Nuk kemi kaluar te diskutimi 10 minuta. Ta mbaroj te procedura. Ta mbaroj. Jo,
Kjo e para sa për të procedurën, është për këtë pikë të rendit ditës ka vetëm një folës pro, një folës kundër. Jo më s'ka procedurë për procedurën, se procedurë është kjo. Tani, kemi 1250 ditë që tallemi me këtë proces. Ne po ju a themi që sot ne do të votojmë avokatën e popullit. Me kandidaturat që i keni sjell ju. Nuk kemi sjell ne asnjë kandidaturë. Zoti kryetar, po e ndërpres fjalën këtu për ta rimarrë prapë për të sqaruar gjithë pozicionin tonë. Faleminderit. Zoti Klliçi.